Një nga treguesit më të qartë të dështimit strategjik vjen nga vetë raportimet izraelite. Hetimet e publikuara në mediat izraelite përshkruajnë një plan të zhvilluar për një kohë të gjatë, raportohet me koordinim të Mossadit, për të nxitur trazirat të brendshme në Iran përmes një inkursioni të udhëhequr nga kurdët nga Iraku. Koncepti ishte i drejtë për drejtë, kombinimi presionit ushtarak të jashtëm me fragmentimin e brendshëm për të shtyrë Iranin drejt destabilizimit sistematik. Por plani nuk dështoi në fushë betejë, ai dështoi para se të fillonte. The Times of Israel raportoi më 29 mars se plani u braktis pas rrjedhjeve të informacionit, kundërshtimit rajonal dhe hezitimit të fraksioneve kurde, duke u konsideruar përfundimisht shumë i rrezikshëm për të zbatuar. Edhe më domethënës është fakti se i njëjti raport citon zyrtarë izraelit që përshkruajnë planin si imagjinar dhe plot boshllëqe, pavarësisht se politikisht ishte paraqitur si një rrugë pothuajse e sigurt drejt destabilizimit. Kjo është thelbësore. Kolapsi nuk ishte vetëm rezultati i rezistencës së jashtme, por edhe i vlerësimeve të gabuara të brendshme. Rrjedhjet drejt mediave ndërkombëtare e zhveshën operacionin nga elementi i befasisë. Irani reagoi duke forcuar mbrojtjen, rritur presionin mbi grupet kurde dhe mobilizuar kundërshtimin diplomatik. I gjithë kuadri u shpërbë para implementimit.